Gjermani atëherë u konë pak ma mirë, tash ka ndryshu pak edhe atje, nuk është mos sikur që ka qenë përpara. Po ikon, po të thëmë drejt, jo nga skamja, po me shpresë që dhe bojnë pak luks. Këtu, kur t'jenë punë, i marrin 300-400 euro rrogë, po për çdo ditë sillen e hanë në për restoranin në për. Atje e mërë bukën me vete, e s'njihet kur buk, edhe ka me punu 8 orë, dikush 11, dikush 10, që bajat i bohet edhe nona që i ka linë se jeve Gjermania. A e të këto? Jo. Urmendja, se vrej një gërbeqartë ka të shumë që nuk jetoni këto. Unë jam dalë para lufte, jam dalë qysh në 87-ën në Gjermani. E në cilën në Gjermani? Po. Që është jeta në Gjermani? Në Gjermani atëherë u konë pak ma mirë, tash ka ndryshu pak edhe atje, nuk është mos sikur që ka qenë përpara. Se krejt rritë sot, po ikën. Po ikon, Krejt në Gjermani. po të thëmë drejt. Jo nga skamja, po me shpresë që dhe bojnë pak luks. Ja, mundin me bullëks, me qenë se ti ka ke mëti atje. Jo, Një fillestar me shkutash. në fakt jo. Atje është e njëjta jetë bile atje, këtu kur t'jenë punë, i marrin 300-400 euro rrogë, po për çdo ditë sillen e hanë në për restoranin në për. Atje e mërë bukën me vete, e s'njihet kur buk, edhe ka me punu 8 orë, dikush 11, dikush 10, që bajat i bohet edhe nona që i ka linë se jeve Gjermania. E të regon, sa ku të desh ty për me arrit një farë lukse? Se edhe ti e shku besoj për një jetë më të mirë. Në fakt, unë mas lufte e kënej kom arrit, se para lufte kom qenë aktivisti lëvizjes popullore të Kosovës, tani angazhimi me luftë me bashkëndërtarët, s'kum pas kohën me punu për interesat mia. Lufta, sa ka patriota në ditë sotit? Patriotat vërtet që kanë kontribu për vendin? A me thonë patriota me bataria, a pa bataria? Qaj krahi luftës tonë njërë patriota, kurse këta tjerë tja. Vërtet që kanë kontribu. Që ata kanë me mbet edhe jënë betue. Jënë betue edhe selqojnë betimin. Kurse tjerët s'ka për tyre. Kur se moj men, kur im konë ma mirë. Drejtë disponimin. Që kja. Gruja, e pas ke Zoj. Apo më të regani si sa ko jeni bashkë? Po një 45 vjetë. Sa? 45 asa. 45 vita? Po. E qysha veta me mëseta, ju këthaj tash pak në kohë. Jella vetë. Vetë. Më të rego pak si ka qenë koha, ata edhe si e tash. Si e vlerësoni, a ma mira ma keq? Atëherë ka qenë ma keq. Tash o ma mirë. Se po të regoj. Atëherë kushtet jenë konë ma të shtira, skomja ka qenë me madhe, kurse tash kem mjaftu shumë, situata është shumë e mirë e volitshme, ka përparu Kosova në gjendjen ekonomike, në gjitha, po gjendja shpirtërore ka ra krejt. Si e shati gjendjen ekonomike, me qenë se përmana? Gjendjen? Ekonomika. Po këtu, Apo jetesën këto? po këtu janë shumë, tash është për momentin gjendja ekonomike shumë mirë, po mos të shliroj ke Kosova, sot ne doj banojshim halene për shtëpia me lëqe me palzina, ju këna thonë këtyne herë. E tash i këna ndërtu, shumica kanë ndërtu shtëpia, kanë ble banesa, kanë regullu standardin jetësor për marak. Në Gjermani atëherë u konë pak ma mirë, tash ka ndryshu pak edhe atje, nuk është mos sikur që ka qenë përpara. Po ikon, po të thëmë drejt, jo nga skamja, po me shpresë që dhe bojnë pak luks. Këtu, kur t'jenë punë, i marrin 300-400 euro rrogë, po për çdo ditë sillen e hanë në për restoranin në për. Atje e mërë bukën me vete, e s'njihet kur buk, edhe ka me punu 8 orë, dikush 11, dikush 10, që bajat i bohet edhe nona që i ka linë se jeve Gjermania. A e të këto? Jo. Urmendja, se vrej një gërbeqartë ka të shumë që nuk jetoni këto. Unë jam dalë para lufte, jam dalë qysh në 87-ën në Gjermani. E në cilën në Gjermani? Po. Që është jeta në Gjermani? Në Gjermani atëherë u konë pak ma mirë, tash ka ndryshu pak edhe atje, nuk është mos sikur që ka qenë përpara. Se krejt rritë sot, po ikën. Po ikon, Krejt në Gjermani. po të thëmë drejt. Jo nga skamja, po me shpresë që dhe bojnë pak luks. Ja, mundin me bullëks, me qenë se ti ka ke mëti atje. Jo, Një fillestar me shkutash. në fakt jo. Atje është e njëjta jetë bile atje, këtu
kur t'jën punë, i marrin 300-400 euro rrogë, po për çdo ditë sillen e hanë në restorane. Atje e mërë bukën me vete, e s'ngihet kur buk, edhe ka me punu 8 orë, dikush 11, dikush 10, që bajat i bohet edhe nona që e ka linë, se jëve Gjermania. E tregon sa kohë të desh ty për me arrit një farë lukse, se edhe ti e shku besoj për një jetë më të mirë. Në fakt, unë mas lufte e kënej kom arrit, se para lufte kom qenë aktivisti lëvizjes popullore të Kosovës, tani angazhimi me luftë me bashkëndërtarët, s'kum pas kohën me punuar për interesat mia. Se për me lufta, sa ka patriota në ditë sotit? Patriota të vërtet që kanë kontribu për vendin? A me thonë patriota me bataria, a pa bataria? Qaj krahi luftës tonë njën patriota, kurse këta tjertë ja. Vërtet që kanë kontribu? Që ata kanë me mbet edhe jënë betue. Jënë betue edhe selshojnë betimin. Kurse tjertë s'ka për tyne. Kur se moj men, kur im konë ma mirë. Kush ja drejtë disponimin? Që kja. Gruja, e paske Zoj. Apo më tregoni se sa ko jeni bashkë? Po një 45 vjetë. Sa? 45 asa. 45 vita? E qysha veta me mësët, apë ju këthaj tash pak në kohë. Jella vetë. Vetë. Më tregoj pak si ka qenë koha, ata edhe si e tash. Si e vlerësoni, a ma mira ma keq? Atëherë ka qenë ma keq. Tash o ma mirë. Se po të tregoj. Atëherë kushtet jenë konë ma të shtira, s'komja ka qenë me madhe, kurse tash kem mjaftu shumë, situata është shumë e mirë e volitshme, ka përparu Kosovën në gjendjen ekonomike, në gjitha, po gjendja shpirtërore ka ra krejt. Si e shati gjendjen ekonomike, me qenë se përmena? Gjendjen? Ekonomika. Po këtu, Apo jetesën këto? po këtu janë shumë, tash është për momentin gjendja ekonomike shumë mirë, po mos të çliroj ke Kosova, sot ne do banojshim halene për shtëpia me llaçe me pallzina, ju kanë thonë këtu në herë. E tash i kanë ndërtu, shumica kanë ndërtu shtëpia, kanë ble banesa, kanë rregullu standardin jetësor për marak. Në Gjermani atëherë u konë pak ma mirë, tash kanë ndryshu pak edhe atje, nuk është mos kur që ka qenë për para. Po ikon, po të thëmë drejt, jo nga skamja, po me shpresë që dhe bojnë pak luks. Këtu, kur t'jën punë, i marrin 300-400 euro rrogë, po për çdo ditë sillen e hanë në restorane. Atje e mërë bukën me vete, e s'ngihet kur buk, edhe ka me punu 8 orë, dikush 11, dikush 10, që bajat i bohet edhe nona që e ka linë, se jëve Gjermania. A e të këta? Jo. Urmendja, se vreni gërveçarët ka të shumë që nuk jetoni këta. Unë jam dalë para lufte, jam dalë qysh në 87-ën në Gjermani.